Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Ky është horoskopi i diel 1 qershor 2025. Dashi. Nëse në fund keni një dëshirë për të qenë protagonist, përpiquni ta shfrytëzoni atë dhe t'i jepni vetes synime të sigurta. Mos nënvlerësoni njerëz të rinj me të cilët do të merreni. Demi. Gjërat janë edhe më të mira në çështjet praktike, sot ekziston vetëm një e lehtë jashtë formës kundër teje. Mbani portofolin tuaj nën kontroll. Binjakët. Ndiheni më të motivuar dhe të gatshëm. Nëse ka pak kënaqësi në dashuri, do të gjeni mundësi të reja. Gaforja. Më shumë vëmendje në lidhje me çështjet ekonomike. Vetëm çiftet tashmë të vjetër për ca kohë janë në krizë. Luani. Në këtë ditë do të pyesni veten se si po përparon një çështje në pritje. Tregimet në krizë gjejnë zgjidhje. Virgjëresha. Në dashuri nuk ju duket e kënaqur ose ka një distancë për të mbushur. Është e vërtet, ju nuk po bëni gjithçka që dëshironi, do të dëshironi të kishit më shumë liri. Peshorja. Ju do të jeni në gjendje të mbështeteni në një formë të shkëlqyeshme fizike dhe të përballeni me çdo angazhim. Pasionet rilindin dhe ata që kanë partnerin e duhur në krah mund të bëjnë plane me stil. Akrepi. Ditë plot emocione që duhen shprehur sa më shpejt. Do të keni aftësinë për t'u çliruar shumë mirë nga problemet. Shigjetari. Ambicia juaj duhet të kërkojë mundësi dhe burime të reja. Në mëngjes nuk jeni shumë i përqendruar me rrezikun për ta vendosur veten kundër dikujt, për të vëzhguar gjërat dhe për t'i jetuar ato në një mënyrë tepër kritike. Britsjapi. Zgjedhjet që ju bëni janë të rëndësishme, tani më shumë se kur ju mund të pohoni vetë, problem i vogël në shtëpi. Duhet të gjeni qetësinë dhe formën fizike. Ujori. Askush nuk mund të thotë jo. Në dashuri mund të bindni personin që ju intereson. Është e nevojshme të mos prisni shumë nga familja dhe të kërkoni zgjidhje që apelojnë në aftësinë tuaj për t'u përshtatur. Peshqit. Përfitoni nga kjo ditë për të rregulluar disa në pritje. Periudhë e bukur për çifte, për ata që duan të bëjnë fëmijë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Kalofshi një mbrëmje të mirë.